كيف ينام الألم يوما والدم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وإسلاماه تكالبوا ليطفئوا نور الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تندروا shikues, السلام عليكم ورحمة الله. Sot me ju do të ndajmë disa mësime në lidhje me padrejtësinë, zullumin. Padrejtësia shumë fishohet në ditën e gjykimit. Padrejtësia është një dukuri mjaft e përhapur te disa njerëz. Një dukuri e cila Kurani dhe Sunneti e kanë përmendur duke tërhequr vërejtjen në ta, duke e qortuar dhe gjithashtu duke sqaruar se është përfundimi i keq i atyre që e praktikojnë padrejtësinë. Padrejtësinë, dhunën, Allahu i lartësuar e ka ndalu për vetveten e tij dhe u ka ndalu njerëzve, ashtu siç transmeton Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem në një hadith kutsi thot: Allahu i lartësuar, ja ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman fala tadhalamu. Allah thot: o robërit e mi, unë ja kam ndalu dhunën vetes dhe kam ndaluar edhe ndër ju në mesin e juvesh. Unë e kam ndalu dhunën, ja kam bo haram dhunën, zullumin vetvetes, Allah thot, dhe e kam ndalu atë edhe në mesin e juaj. Fela të dhalemu, atëherë mos i bëni dhunë, padrejtësi, zullum njëri tjetrit. Hadithin transmeton Muslimi. Gjabiri radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me te, thon se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë: ittaqu dhulme fe inne dhulme dhulumat. Inne dhulme dhulumat. Ruajni padrejtësisë, dhunës, nga se padrejtësia shumë fishohet, dhulumat, shumë fishohet. Kur? Jaumel qiyame, në ditën e gjykimit. Sipas kuptimit gjuhësor, padrejtësia, zullumi, dhuna është vënja e diçkajt jo në vendin e vet. Me marrë mendu diçka jo në vendin e vet. Kjo e ka kuptimin, do thot, në aspektin gjuhësor padrejtësi. Të nderuar xhirues, padrejtësia është 3 lloj. Në vazhdim do t'i përmendmi këto 3 lloje. Në 1, padrejtësia zullumi, padrejtësia e njeriut ndaj Allahut. Padrejtësia e njeriut ndaj krijuesit të tij. Si është kjo padrejtësi? Duke e mohu dhe duke mos e besu Allahun. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: wal kafiruna humul zalimun. Kafirat, jo besimtarët, janë zullumqar, janë mizar, janë padrejt. Gjithashtu bëhet edhe me shirk në adhurimin e Allahut azza wa jall. Ajetin argumenti për to është: wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunay la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Luqmani i dha këshillën birit vet dhe i tha: o djali im, mos i përshkruaj shok Allahut. Inna ash-shirka la dhulmun adhim. Shirku, idhujtaria, është padrejtësia më e madhe. Lloji i dytë i padrejtësisë, në 2, e para ishte padrejtësia ndaj Allahut krijuesit. Në 2, padrejtësia e njeriut ndaj vetës vet. Si? Duke i ndjekur kënaqësinë e epshit, duke shku mas haramit dhe të ndalumes.
dhe duke I lënë urdhnat e Allahut pas dore. Wa ma zalamuhumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allahu nuk I bën padrejtësi atyre. Allahu nuk I bën padrejtësi askujt, walakin kanu anfusahum yadhlimun, por ata ishin të vetvetes që I bën padrejt. Lloji I parë I padrejtësisë, padrejtësia ndaj Allahut. Lloji I dytë, padrejtësia ndaj vetvetes, dhe I treti, padrejtësia e njeriut ndaj të tjerëve, ndaj njerëzve, robërve dhe krijesave të Allahut. Si bëhet kjo padrejtësi ndaj të tjerëve? Duke e ngranë pasurinë e atyre në mënyrë të padrejtë, duke I rrahur, duke I shah, duke I shtyp të varfurit, duke I shtyp të doptit, të cilëve u bëhet më shpesh padrejtësi, sepse s'kan mundësi ku të mbrohen. S'kan mundësi ku ta lypin e hakin e vet. Sot bota ka mbulu të ngratë dhe të shkretër dhe të pambrojturit me padrejtësinë dhe zullumin, dërsa format e padrejtësisë si njeriut ndaj krijesave, robërve të Allahut dhe krijesave të tij, pra mund të përmendim uzurpimi I tokës së huaj, marrja e tokës dikujt. Aisha radiallahu anha tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në lidhje me tokën, marrjen e tokës dikujt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kush merr një pllom tokë në mënyrë padrejtësi, kush e shtyn megjen dikujt për një pllom tokë padrejtësie, ajo do t'i mblidhet rreth qafës në ditën e kiametit, nga 7 tokët. Jo këtë sipërfaqe, por edhe 6 qera, gjithsej 7, do t'i mblidhet rreth qafës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kush merr një pllom toke në mënyrë të padrejtë, ajo do t'i mblidhet rreth qafës ditës kiametit, nga 7 tokët. Hadithin transmeton Buhariu dhe Muslimi. Pastaj, prej formave të padrejtësisë që ushtron njeriu ndaj njeriut, mosdhënia e shpërblimit punëtorit, mosdhënia e hakut rrogës punëtorit, duke I hangë njesën e tij. Ebu Hurajra radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahu thot ditën e kiametit. Allahu thot ditën e kiametit. Unë jam kundërshtari 3 lloj njerëzve, dhe një njeri që mori një punëtor e nuk ja dha shpërblimin. Unë jam kundërshtar I 3 lloj njerëzve në ditën e gjykimit, dhe një njeri që ka marrë një punëtor dhe nuk ja ka dhënë hakun e tij, nuk ja ka dhënë njerësën e tij, transmeton hadithin Buhariu. Të nderuar agjerues, do të sjellim një shembull, një tregim, një ngjarje të vërtetë. Tu po sjellim pra një ngjarje të cilën tregon një dietar prej dietarëve në një fjalim dhe ligjërat që e ka mbajt në një prej xhamive të qytetit Mekkës në Mekke. Ky dietar e tregon këtë ngjarje dhe thot: një punëtor punonte te një pronar. Një punëtor punonte te një njeri, dhe ky njeri nuk ja dha shpërblimin për disa muaj, nuk ja dha rrogën, nuk ja dha hakun, nuk ja dha njesën për disa muaj. Ky shkonte dhe e kërkonte drejtën e vet. I shkreti, I ngrati punëtori, e kërkonte drejtën e vet te zotnia. Kishte nevojë për to, sepse kishte lënë prindrit, familjen, vendlindjen, mirë po pronari nuk e dëgjonte fare, nuk ja jepte hakun, nuk e merrte parasysh kërkesën. Njeriu punëtori, I ngrati, I shkreti, nuk tha një ditë asgjë tjetër, pos tha: hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allahu më mjafton mua, sa ndihmës I mirë që është Allahu. Dhe tha, mes meje dhe teje, Allahu do të gjykoj, I tha zotris, që si jepte haku njesën. Tha, Allahu më mjafton mua, mes meje dhe teje Allahu do të gjykoj, por do ta los Allahun kundër teje, kështu I tha zotris. Ai tha, duke bërë hajgare, duke u tallë me ta, kur I tha punëtori se do të lutem te Allahu kundër teje, ai tha, shko dhe lutu kundër meje në Kabe, se ishte në Mekke. Kabja në Mekke,
dhe i tha bëni hajgare me një guxim të madh, i tha shko dhe lutu kundër meje në Qabe. E shau, e fyu dhe e dëboje për zulan. Punëtori u përgjigj kërkesës tij dhe shkoi të lutej në Qabe, duke kërkuar kohën e pranimit dhe deshe Allahu që të jetë muaji Ramazan. Wa saya'lam alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Ajeti Kuranit, e ata që bën zullum do ta kuptojnë se shpërfundimi shkojnë, zhdanim të ashpër ose vendim Allahu bjen në xhehenem ndaj tyre. E bëri lutjen në Qabe. Kaluan disa ditë dhe zotria i cili nuk ja ktheu hakun. U smun nga një smundje e rëndë nga e cila nuk kishte mundësi as me e lëviz trupin. Dhe ndjente dhimbje shumë të madhe të cilët e detyruan të qëndronte për një kohë gjatë në spital. I dëmtuar ai që e kërkonte hakun, muar vesh, mësoi se çka i ndodhi atij. Së bashku me disa njerëz shkoi dhe e bëri vizitë, e vizitoi prapë në spital. Kur e pa, e pyeti, i tha, a e ke lut Allahun kundër meje? Tha, po, madje në vendin ku e ki kërku, u përgjigj punëtori dhe tha, ashtu si që më tha, shko lutu edhe në Qabe, aty jam lutur. Zotria pronari i thiri djemë të vetë dhe i tha, si që ja kthenin gjitha hakun, drejtën hakun, rogën që ja jepni atij, që je i takon, dhe kërkoj prej punëtorit që t'ja fal gabimin, dhe të prapt lutet te Allahu që ai të shërohet. Kështu ndodhi. Kështu haku ai i cili është bë zullum, e kërkojnë hakun te Allahu subhanahu wa ta'ala. Të nderuar agjerues, të nderuar besimtar, kërkesat dhe nevojat që i keni, padrejtësitë që janë bë, luteni tek Allahu azza wa jall. Allahu është ai i cili ta kthen hakun. Pastaj prej llojeve padrejtësive dhe zullumeve që mund t'i bëjë njeriu ndaj njeriu është edhe magjia, sehri. Me gjitha llojet e saj, Ebu Huraira radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, largojuni 7 gjërave shkatruese, largojuni 7 gjanave që ju shkatrojnë. I thanë, cilat janë ato o i dërguari Allahut? Pejgamberi alayhi salatu vesselam tha, shirku i dhujtaria, magjia, sehri, vrasja e njeriu pa drejt, ngrënia e kamatës, ngrënia e pasurisë jetimit, largimi prej vijës frontit dhe shpifja ndaj besimtarëve të pastërta. Prej gjërave të mëdha shkatruese janë shirku, pra, magjia, vrasja e njeriu pa drejt, me hëngër kamatën, me hëngër pasurinë e jetimit, me ik prej frontit dhe shpifja ndaj besimtarëve të padrejt. Padrejtësia, pastaj mes fëmijëve, brenda familjes. Numan bin Beshiri radiallahu anhu thot se babai im më dha diçka nga pasunia. E nëna ime tha, nuk pajtohem derisa të dëshmoj për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, atë gjithë djemve u ke dhënë njësoj? Jo, i tha. Pejgamberi alaihi salatu wasallam tha, ki frikë Allahun dhe mbani drejtësi mes fëmijëve, unë nuk dëshmoj për padrejtësi. Prej padrejtësive, zullumeve, që kemi fjalën dhe temën është edhe dëshmia e rrejshme, dëshmia e padrejt, gënjeshtra, shpifja. Enes radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi mëkatet gjunat e mëdha, tha, shirku në Allahun, mos respektimi i prindërve, vrasja e njeriut dhe u tha të pranishve, a doni t'ju tregoj për mëkatin më të madh? Tha, është dëshmia e rrejshme, marrja. Pastaj, e dhuratës së bashkëshortes pa të drejtë, konsiderohet padrejtësi, vjedhja është padrejtësi, dëmtimi i besimtarëve është padrejtësi, i fshinjve është padrejtësi, mashtrimi, fshehja e dëshmisë, mbulimi i zvërtetës, përgojimi, mashtrimi ndaj të pakujdesshme, mos realizimi i marrëveshjes, mos mbajtja e premtimeve, heshtja ndaj të vërtetës, e shumë të tjera, të gjitha këto janë padrejtësi. O ti që u bën padrejtësi të tjerëve.
Dije se lutja e atij që është bërë pa drejtësi pranohet, qoftë ai musliman apo jo musliman. Transmeton hadithin Enes radiallahu anhu, thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, thot ruajuni lutjes së atij që është bërë pa drejtësi. Qoftë ai edhe jo besimtar, nga sa ajo pra lutja, duaja e tij s'ka mbulesë. Për këto fjalët e Allahut azza wa jall, ku thot: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. E ti kurse si mos mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që punojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke e lënë atë për ma vonë, përderisa një ditë në cilën syt shtangen dhe mbeshen ngrira dhe të hapura, muhta'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Atë ditë ata të ngurt, shtangt, e duke ngrit kokat e tyre lart, nuk lëvizin sytë e tyre për të shikuar. E zemrat e tyre janë zbrabs dhe janë trishtu nga frika. Kështu thot Allahu azza wa jall. Gjithashtu fjalët e Allahut: e yahsabu al-insanu an yutraka suda? A mos mendon njeriu se do të lihet duke mos zënë asgjë pa kurfar përgjegjësie? Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Ata që bën zullum do ta kuptojnë se sa përfundim i keq, se çfarë përfundimi do të shkojnë. Për kujto vdekjen, varrin, errësirën e ngushtimit varrit, peshorën dhe precizitetin e saj, siratën urën e siratit, ringjalljen dhe momentet e saj. Për kujto momentin e ardhjes me lajkes vdekjes, kur të vi të marrë shpirtin, kur të zbritesh në varr i vetmum, vetëm me veprat e tua të mira apo të këqija, kur të thras Allahu për ditën e llogarisë në ditën e gjykimit, para Allahut të lartësuar me dal gaditu me qëndru. Kthimi të drejtave atë ditë do të bëhet me marrjen e të mirave të dëmtuesit dhe largimi i mëkateve gjunaheve nga i dëmtuari. Të marrim hadithin transmeton Abu Huraira radiallahu anhu nga pejgamberi alayhi salatu vesselam, ku thot pejgamberi alayhi salatu vesselam thot: a dini kush është i humbur, i falimentum? Than pejgamberi alayhi salatu vesselam: te ne është ai që s'ka pare as mall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: i humbur, i falimentum është ai që në ditën e gjykimit vjen me namaz, agjerim, zeqat, mirë po, ka shakët, ka shpifat, ka goditat, andaj i jepet ati nga të mirat e veta dhe tjetrit nga të mirat e ti. E kur t'i harxhohen të mirat para se të lahet me ta, nuk i jet as një mirë, i merr gjunat e tyne i hidhen ati dhe me to shkon drejt zjarr xhenemit. Hadithin e transmeton Muslimi. Allahu na ruaj prej kësaj. Megjithatë, të përgëzoj ty, o ti që bën padrejtësi, pasi dera dhe porta dritarja e pendimit, teubës dhe falës është e hapur, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: Allahu shtrin dorën e tij natën që të pendohet gjunahçari i ditës, dhe e shtrin dorën ditën që të pendohet gjunahçari i natës, derisa të lind dielli nga perëndimi. Mos humb shpresën në Allahun, kërko falje prej Allahut. Mirë po pendimi, falja pranohet me disa kushte, braktisja dhe lënia e gjunahit me njëherë, pendimi për gabimin e bërë me njëherë, zotimi se nuk do ta përsërish gabimin me njëherë, kthimi i hakut atyre që dëmton ose kërkim falje. Të nderuar shikues, gjerë në takimin e ardhshëm u lënë në mbrojtje dhe kujdesin në faljen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.